nga tema, po për ju tema është në koncesion, si shfolje dhe zonja, në tender, kupton, në rëmbimin e pronë ushtrije, në panel solar, këto janë në cop deta tjeta rëmbeni. Kjo është për ju ndër agenda. Për ne ditën është një agenda këtë tjetër nivo, sepse është e papranueshme për ne dhe për çdo shqiptar që Shqipëria, vend antar i NATO-s, që Shqipëria, që siç thonë edhe ju, ka qelur kapitujt e parë të negociatave me Bashkimin Evropian, të varros votën e lirë dhe të varros zgjedhjet e lira. Sepse Niko sot, jo vetëm para shqiptarëve, por edhe para faktorit ndërkombëtar, është gjymtuar totalisht me vullnetin tuaj të plot politik, nga etja e sultanit tuaj, po dhe juaja, për të kacavirur me çdo kusht pas karrikes, pra është gjymtuar demokracia. Demokracisë këtu në vendin ton tashmë i qëndron veç fasada, ajo fasadë të cilën sultani juaj e ka merak. Themelet e pushtetit tuaj sot qëndrojnë mbi votën e blerë, mbi votën e shantazhuar, mbi votën 11 maj ishte një fars. Themeli i pushtetit tuaj qëndron mbi fars. Ishte fars sepse e pan të gjithë, shqiptarët dhe ndërkombëtarët, që në 11 maj nuk pat përballje alternativash mes opozitës, partive të opozitës dhe partisë së opozitës. Nuk pat përballje me programeve që paraqet njëra forcë apo tjetra forcë. Jo, ju opozitës i vendosët përballë gjithë shtetin, së bashku me bandat me krimin organizuar, së bashku me trafikantët e drogës, së bashku edhe me kartelet, të cilat i nxorët për herë të parë në pa dukshëm dhe publikisht. Ju sollët me 11 maj para shqiptarëve shtetin elektoral që bazohet në patronazhimin e dhunshëm, që bazohet në censurën mediatike, në kapjen e mediave. I kthyet shumicën e mediave të këtij vendi në media varikarlon, që jepnin vetëm sultanin dhe ju që bërit tallava dhe asnjë fjalë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Ju për faqen tuaj të zezë institucionalizuat këtë radhë tregun e votës. Shqiptarët prisnin që 11 maj të kishte votime dhe zgjedhje të lira. Por ju 11 majin e shndruat në treg. Kemi dëgjuar që në çdo qytet ka treg të gjës së gjallë, ka pazar, por pazarin e votës dhe tregun e votës ju e institucionalizuat. Me vendim qeverie, siç nuk ndodh askund, Edi Rama dhe ju blet 100 euro për kokë 570.000 pensionistë. Ju me vendim qeverie, në kundërshtim me çdo ligj, 2 ditë para zgjedhjeve, falet rreth 150.000 gjoba, blet rreth 150.000 vota, po me vendim qeverie. Pa llogaritur pastaj po vendimin e qeverisë për liçen abisit. Ju blet me drogë, me vendim për drogën, ju blet vota. Votat i blet edhe me para kesh, i blet edhe me blerjen e kartave. Kemi gjetur rrugëve, tufa me karta, ja kemi quar skapit tuaj, por sigurisht ai flen edhe siç flen mbi çdo dosjen tuaj, flen edhe mbi ato karta. Ju aplikuat një skemë kriminale të trenit bullgar. Pranë çdo zyre
pranë çdo qendre votimi ishte ngritur një zyrë elektorale e fshehtë ku kalonin votuesit, merrnin fletën e votimit plotësuar dhe shkonin votonin dhe ktheheshin aty dhe merrnin diku 100 euro, diku 300, diku edhe 500. Prandaj, zotrinj, pushteti juaj nuk ka legitimitet, sepse pushteti juaj nuk bazohet në votë. Ju e grabitet atë me çdo formë, ju me çdo mjet grabitet pushtetin. Ndaj as gëzoheni, as hidhroni dhe vetë jeni të habitur dhe s'dini ç'bëni, sepse nga paniku u turrët aq shumë sa që ju doli çdo gjë nga kontrolli. Sepse për ju, për Edi Ramën, standardet demokratike janë kinezrira. Për ju ka rëndësi vetëm rezultati. Jeni të vetmit në Europë që krijimin e një shteti kriminal elektoral e paraqitni si arritje dhe memburje. Këtë radhë treguat për turp dhe faqet zezë tuajën se shteti funksionon vetëm për një gjë në 4 vite, vetëm për të blerë votën, as një sekond për t'ju shërbyer shqiptarve, as një sekond për të punuar për ta. Ndaj dhe sultani juaj nuk paraqet program, ndaj dhe ai nuk do t'ja di për program, sepse vota nuk ka vlerë në rast se do ishte e lirë, por vota ka vlerë financiare, ajo shitet dhe blihet. Sepse keni ndërtuar një shtet që vetëm terrorizon dhe kërcënon qytetarët për tapijen e shtëpisë, për tapijen e pronës, e kërcënon për biznesin, e kërcënon pensionistin me pensionin, e kërcënon të smurin me kemp, e kërcënon hallexhiun me ndihmë ekonomike, e kërcënon qytetarin e thjesht me arrestim policor dhe sekuestrim çdo gjëje, nëse nuk i nënshtrohet presionit tuaj për votën. Një shtet që përdor dhunën dhe kërcënimin nuk është shtet, por është bandë. Dhe 11 maj tregoi që asgjë s'ju ndryshon ju nga bandat dhe kartelet në Shqipëri që kishit në shërbimin tuaj. Shteti juaj tregoi që nuk ka asnjë lidhje me shtetin demokratik, nuk ka lidhje me demokracinë. Republika jonë tregoi qartësisht që ka degraduar dhe ka degraduar rëndshëm. Krimi, bandat, kartelet drejtojnë qeverinë tuaj në çdo sektor. Ata diktojnë votën, ata diktuan edhe deputetët. Ka gjë më të rëndë se në një parlament të një vendi antar të NATO-s, në një parlament të një vendi që ka qejë kapitujt e integrimit në BE, të zgjedh kartelet dhe krimi organizuar 28 deputet. Si mund t'ja bëni ju Shqipërisë këtë gjë? Pa më thoni 28 deputet të emëruar nga këtë zgjedhur nga krimi. Do të vi këtu në vend të Valentina Leskajt, dikur që ishte, do të vi Sara Mile. Po Sara Mile do të vi këtu dhe do zërë vendin e Suelit, se ato vota janë Suelit. Flitet që mori 30.000 vota, ja për gjysmuat sepse do bënte skandal të madh. Kështu flitet. Po tani çfarë ka ndodhur? Ja ku është Arkendi. Arkendi mori 5.000 vota më shumë se kryeministri. Merreni bëjeni kryeministër sipas teorisë. Vota se kryeministri juaj. Po si e shpjegoni? Si e shpjegoni Arkendin që merr 25.000 vota? Troplinët, karteli, ka që shumë e thjeshtë. Tani, po ky, ku është ky? Blend Xhabafti këtu. Blend Xhabafti. Ku e keni Blend Xhabaftin? Sepse Blendi është aty në karrige, po ajo karrige është e Bertit, e Bert Xhabaftit, s'është e Blendit. Ja pa ishte. Po ju sigurt mos ju mjaftonit gjitha. Pa qytetarëve. 130.000 flet votimi, ku janë? Ku janë më? Pastaj, me që ky Tao Jaris po flet këtu nga mbrapa.
Shqiptarët në diasporë kërkonin që të votonin, por votoi Toyota Yaris. Mbaroj Flamur. Shqiptarët kërkonin që voti atyre të numëroj dhe kanë futur GPS. Janë 500 qytetarë në Selanik që kanë futur GPS në Zarfa. Janë 500. Janë 300 në Londër që kanë GPS-ët tregojnë që Fjalën e ka Toni Gogu, përgatitet Agron Gjekmarkaj. Dhe replik të Ulan